Teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24. Sot është dita e shtunda dhe shënon 15 mars 2025, është dita 74 e vitit. Deri në përfundim të këtij viti kanë mbetur dhe 291 ditë të tjera. Ne nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e dytë me hapësirën e telefonatave dhe në pjesën e tretë me ekspertin e ditës, që si çdo të shtunë është avokati Erald Laga. Për çdo pyetje që mund keni për të, mund të telefononi në pjesën e tretë të emisionit. Ne nisim me gazetën Panorama fillimisht. Opozita në protest, TikTok edhe 9 ditë aktiv, fazat e procesit të mbylljes. Shtyrja, para pak ditësh, qeveria vendosi për mbylljen e TikTokut në Shqipëri, por kjo platformë vijon të jetë aksesueshme. Afati i fundit i vendosur nga Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, që detyronte kompanitë e internetit të ndalonin plotësisht aksesin deri më 13 mars, është shtyrë për disa ditë. Mësohet se procesi teknik për bllokimin e plot do të zgjasë deri në 9 ditë, pasi kërkohen hapa shtesë për ekzekutimin e plotë të masës. Opozita sot proteston kundër vendimit të qeverisë. Në faqen 7, materialin e plot, ndërkohë që sot është parashikuar dhe protesta e opozitës. Kryeartikulli i Panoramës për ditën e sotme vjen nga suplementi Panorama Plus, si është unë që është, bashkë ngjitur me Panoramën, gjeni dhe suplementin Panorama Plus pas një kosto ekstra me lajmet mbushura nga bota roz nga faqja 13 deri në faqen 20. Intervista ekskluzive, personazhe, foto nga paparazzi dhe zhvillime tjera nga showbizi shqiptar dhe jo vetëm në brendësi. Vipat që i hynë politikës, emrat surpriz, merr fund romanca, Mirlind Daku ndahet nga e dashura modele. Oriola Marashi sërish single, ndarja diskrete nga i dashuri. Angela Peristeri, vetëm edhe në të përditshmen. Personazh Meriton Mjekiqi jep fund lidhjes me modelen në Tiranë për një tjetër vajzë. Këto dhe shumë tituj të tjerë i gjeni në mbrëmtësi të gazetës Panorama ditës sotme në suplementin Panorama Plus. Tituj të tjerë nga Panorama: hapet tuneli i Murrizit, sa e shkurton distancën me Tiranën, Rama nuk ka tarif në rrugën e Arbrit. Paralajmërimi Berisha, audit për vjedhjet në infrastrukturë. Faqet 4 dhe 5. Hetimet provat e SPAK ndaj bajrave, roli i ish të dashurës së Safet Bajrit në vrasjen e Licit. Në faqen 6. Lista për 7 qytete, pronat që legalizohen pasi u kompensuan ishpronarët. E gjeni në faqen 10 të gazetës Panorama të ditës së sotme. Poema O moj Shqipni e mjera Shqipnie, Pashkovasës, botimi si flet fluturuese. Faqen 12. Shohim dhe hapësirën opinion. Profesor Enver Hysa shkruan: nderimi për gjuhëtarin dhe gramatikanin profesor Mahir Domi. Mrekullia e dashurisë nga Ilir Cenollari në faqen 22 dhe opinioni i fundit vjen nga Sajmir Demi, po në të njëjtën faqe Toka Jon. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Panorama për ditën e sotme. Ne do të vjojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me gazetën Telegraf. Shohim titujt kryesor të saj për sot. Edukata autoritare e mbylljes së TikTokut. Analizë nga akademiku Artan Fuga. Shteti do të edukojë me anë të dhunës, pra me anë të censurës, sipas vendeve ku sundojnë qarqe dogmatike. Lirinë e shprehjes e përcakton shteti. Arbitrin e edukimit në familje e luajnë vendimet e qeverisë. Shteti braktisë të riun dhe e bët shok me gjyshin. Ne jemi shtet etik, e di shteti se çfarë është mirë apo keq për të rinjt. Edukimi të rinjve nuk bëhet në një përballje me të keqen, por në inkubator të mbyllur. E bukur është se organizmat evropian nuk reagojnë përpara kësaj shkelje të rëndë të së drejtës së shprehjes për të gjithë popullsinë shqiptare. Faqen 8, materiali i plot. ISSH zhytet në borxhe 224 milion euro nga administrata. Shqiptarët rrezikojnë të mbeten pa pensione. Borxhi i sigurimeve shoqërore nuk ndalet, arrin në 224 milion euro, duke u rritur për 2024 me 8.4%. Të punësuarit aktual rrezikojnë të humbasin pensionet në pleqërinë e tyre, pasi shumë prej punëdhënësve në entet publike nuk i paguajnë sigurimet shoqërore, duke bërë që stoku i borxhit
Në këtë zë të rritet vit pas viti. Në faqen 3, materiali i plot. Titujt të tjerë nga Telegraf. Kryeministri Rama: Dibrën e shpëtuam ne, vijojmë investimet në çdo aks, ku tani edhe Maqellar Peshkopit duhet të mbarojë në prill. Akuza për Celibashin, miliona euro shkojnë për votën e diasporës, por emigrantët akuzojnë KQZ-n se të dhënat personale janë shitur. Vendimi i qeveria u cakton hoteleve numrin e turistëve për sezon, nuk pranohet deklarim nën 65% të kapacitetit të dhomave. Opozita shqiptare ja 10 deklaratat bombë të drejtuesit të fushatës së Trump dhe PD-s Kris Lacivita. Berisha do të zgjidhet kryeministër, ai është aleat e mik i SBA-ve. Sot në orën 19 nis protesta e opozitës për mbylljen e TikTokut të rinjt në shesh para kryeministrisë. Droga karbonizon vendin pasi arrestoi të gjithë pleqët e fshatit, rilindja rikthen Lazaratin në qendër kanabizimi, ja harta e parcelave nga Veriuni Jug. Varfëria kthen gratë në sklave kanabisi me 2.000 lekë dita. Mjeku në familje, zmadhimi prostatës, shenjat, diagnoza dhe trajtimi, kura për stomakun, gurët në veshka dhe tensionin e lartë. Janë 9 testet që duhet i bëni për të zbuluar sëmundjet. Faqet 16 dhe 17. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme me gazetën Fjala. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të shtunë 15 mars 2025. Berisha kërkon paqe me figurat që fshiu nga lista. Kryetari i Partisë Demokratike ka komentuar listat e kandidatëve duke theksuar se asnjë person nuk është larguar për shkak të mendimit të ndryshe. Kreu Demokrati i druhet ikjes së votave ku ish deputeti i PD-s Dashnor Sula ka kaluar tek Partia Shqipëria Bëhet dhe disa të tjerë me potencial dhe mbështetje në elektoratin e djathtë, refuzuan të ishin në listat e hapura. Faqen 2, materiali i plot. Zgjedhjet tuneli i Murrizit del në dritë në prag fushate. Ditën e djeshme u hap tuneli i Murrizit, pjesë e rrugës së Arbrit. Pas 6 vitesh punime, kjo vepër çon drejt përfundimit gjithë segmentin i cili jo vetëm afron Dibrën me kryeqytetin, por krijon dhe një lidhje të rëndësishme me Maqedoninë e Veriut. Opinion nga Parisi kandidon për Partinë Demokratike në Tiranë. E Themaga shkruan në faqen 4. Frok Çupi, mëshirë për Lulin dhe analiza serb nga Kosova shkojnë në Beograd për të mbrojtur presidentin. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Fjala për ditën e sotme. Do të zhvendosemi tani te një tjetër gazetë e përditshme, te Gazeta Dita, shohim titujt kryesor saj për sot. Makthi i 12 majit, detaje dhe analizë. Kontrasti i madh mes reformimit 80% të Partisë Socialiste dhe kalqifikimit PD-s. Pse orët e fundit ka spaku 5 deklarata për shtyp që e arsyetojnë burgosjen e Erion Veliet nga njerëzit e Berishës në SPAK si porositë e Edi Ramës. Pse Edi Rama po thyen çdo rekord në historinë e Shqipërisë duke u bërë për herë të katërt kryeministër. Nuk ka ndonjë kapital më të madh politik se i korruptuari i rrjedhur që ka përballë. Në faqen 7. Artan Duka, Sapuni dhe djathi, çfarë tregoi saga e hartimit të listave zgjedhore? Virusi në demokracinë shqiptare që preku besimin tek politika dhe shpresën tek e nesërmja është ligj zgjedhor. Ligji zgjedhor i 2008-s që shpërfytyroi lidhjen votues-deputet. Kush duhet të jetë flamurtarja e lëvizjes për ndrimin e sistemit zgjedhor? Në faqen 6, materiali i plot. Histori. Dëshmia e profesorit, ajo që dëgjova në sallën e kolonave, ishte skandaloze. Harta ku Kosovës i mungonin territoret në veri që së bashku me rajonet minerale i kalonin Serbisë.
Në brëndësi, diktaturat nuk janë politika personale, por, dhe vion e plot, në faqen 7, shkruan Ervin Lera, listat 5 gratë që shkelën në regullin, Rama dhe kandidatët në faqen 5. Uji për rezortet, ujësjellësi, punimet në Shushit se rifillojnë pavarësisht protestave të banorëve. Ka një padi në gjykatë dhe banorët e 30 fshatrave të Lumit Vlorës se kundërshtojnë projektin. Çmimi i arit shënon një rekord historik, rritje dramatike, dhe nga rubrika e shëndetit, ushqimet që ndihmojnë kundër anemisë. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Dita për ditën e sotme, ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme. Me gazetën Sot shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Ja si SBA-BE po paspastrojnë elitën 35 vjeçare politike. Berisha, Meta, Mediu, Veliaj dhe Edi Rama, kurbanët e parë të dosjeve korruptive, priten arrestimet forta para zgjedhjeve, lëvizje tektonike në 11 maj. Bashkimi Evropian shuplak Edi Ramës për reformën në drejtësi, mesazh Domanit për arrestimin e kokave të korrupsionit. Ja pa dije kastriot myftarajt për arsimimin e Belinda Ballukut dhe dyshimet për eliminimin e tij me vetvrasje nga balkoni. Sali Berisha proteston sot në 17 vjetorin e tragjedisë Gërdecit, 26 persona humbën jetën, familjarët ende kërkojnë drejtësi, ja akuzat ndaj kreut PD se familjarëve të tij dhe si u zhdukën dëshmitarët e ngjarjes. Ja çfarë po ndodh me dosjen e Gërdecit në SPAK, avokati Ideet Beqiri zbulon se prokurorëve po ju bëhet presion për të mos çuar në burg Sali Berishën, Shkëlzenin dhe bashkëpunëtorët e tyre. Faqen 3. Tronditen pozitat e Vučić dhe Dodik, studentët sot pushtojnë në rrugët e Beogradit, gjykata e Bosnjës urdhëron 1 muaj paraburgim për liderët e Republikës Srpska. Aron paqeje Donald Trump jep lajmin e madh se lufta Rusi-Ukrainë po shkon drejt fundit. Vladimir Putin tregon se situata ka filluar të lëviz pas bisedimeve me SBA-n. Tituj të tjerë. Kush e terrorizoi Edi Ramën që futi emrin në listën për deputet, kryeministri mal me dosje korrupsioni në SPAK, i tmerruar nga qelia. Plas në PS-n e Korçës, kandidimi Bjondes së OSBE-s dhe Ministrisë së Brendshme ndes gjakrat tek eksponentët socialistë. Kaos në Selim Blu, Berisha tallet me demokratët që i flaku jashtë listave, deputeti Xhafera i zbart prapaskenat e forta dhe akuzon kreun e PD-s se ka marrë peng partinë për interesa personale. Noka qanë me kuj pas lënjes jashtë garës të Floriana Garos. Artan Maku, Meki munges transparentse me projektet, edicioni 16 i festivalit Anifest i rrezikuar. Njohua jo transparente për Smart City dhe korruptive në prokurim nga Bujar Leskaj. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Sot për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme me Ex Libris. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Jose Carlos Rodrigo Breto, Kadare, ashtu si Cervantesi, ka një humor disi të trishtuar dhe të errët. Bizedoi Andreas Dushi. Etimologjia popullore, historia si edhe udhtimi i fjalëve, nga Gino Luka. Çfarë mund të bëjë shteti ynë për gjuhën shqipe, nga Gjovalin Shkurtaj. Shënime mbi librat, nga leximi i monografisë letrare për Sulejman Krasniqin. Kuvendim me Sulejman Krasniqin, komenti nga Gjeladin Mjeku. Vëllimi poetik Kush humbetat dheun është Chopin, i Roland Gjozës. Dashurit e trazuara të një emigrimi të detyruar, komenti nga Kostanake. Universaliteti i përvojës njerëzore, vëllimi me tregime kur dielli hyri në
dho i Jorgos Moleskis nga Nerajda. Shënime nga Petro Çerkezi. Romani Dream House i autorit Artur Baku, botimet fishta, më shumë se një rrëfim për Shqipërinë e viteve 90 nga Denis Gila. Përcjellje e vargjeve të Jeton Kelmendit, fjala bëhet urë në ditën që s'ka ardhur. Shënime nga Visar Zhiti. Aleksandër Mojsiu në kujtesën e bashkëkohësve në kuadrin e vitit të Aleksandër Mojsiut me rastin e 90 vjetorit të vdekjes nga Begzad Baliu. Botohet në italisht romani në emër të nënës dhe të birit i shkrimtarit Bestik Mustafaj. Bibliotek, Dylan Thomas, shpërbërja e dritës për ktheu Qërim Raci, Delvina Kërluku, dashuria e papërsëritur, Arben Meksi, karikatura e së shtunës, Lulieta Dano, talenti, dhe Rjeta e Merimangës, Preng Maca, ndëshkimet dhe Ylli Ajdini, rrëfimet e natës. Përmes të tjerve dhe publikut, Mevlan Shana i zbulon veten e tij para thënia e librit të fshehtat jashtë ekranit nga Kujtim Çashku në faqen 8. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta e përjavshme letrare kulturore Ex Libris. Ne do të vijmë tani me një gazetë të përditshme, me gazetën Panorama Sport, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Armando Broja mban peng Kuqezind. Sot zbulohet nëse sulmuesi do të jetë pjesë e kombëtares për ndeshjen kundër Anglisë. Lojtari pas shumë kohësh i gatshëm për sfidën Everton West Ham. Ndërkohë Mitaj tremb para treluanëve, rrezikon ndeshjen e parë, gropan krahun e majt, ja zëvendësuesit. Lista Tuchel zgjedh gardën e vjetër trajneri, nuk bëjmë shpikje para Shqipërisë, i respektojmë. Personale me Muçin, Solskjaer beson plotësisht te shqiptari i Beshiktaşit. Në faqen 9 gjeni materialin e zgjeruar se çfarë po ndodh në kampin Kuqezi pak ditë para ndeshjes e kualifikueseve të botrorit kundër Anglisë. Në faqen 9 gjeni detajet. Kampionët kundër Tiranës, Korçarët në Shkodër për pikë. Sot luan 2 takimet javës së 30 të Superligës, nesër luan 3 takimet e tjera. Vllaznia Skënderbeu, Egnatia Tirana sot në orën 18, ndërkohë nesër Bylis Laçi, Partizani Teuta dhe Elbasani Dinamo. Superliga ka hyrë në fazën e saj të nxehtë, ku tashmë do përcaktohen se kush do të bjerë nga kategoria me disa ekipe të cilat luftojnë për të qëndruar në mbijetesë në Superligë dhe gjithashtu edhe Final Four, se kush do të shkojë në finalen e Superligës. Të dielën demat për konfirmim ndaj Teutës në Elbasan e Ballsh, duele zjarri. Kategoria e parë, luhet java 28, panik të flamurtari, Atanda sulmohet dhe gjakoset në rrugë. Faqet 6 deri në faqen 8. Dyrotaku, një shekull Federata Shqiptare të Ciklizmit. Ciklizmi feston me ekspozitë unike në faqen 10. Titujt të tjerë nga Panorama Sport. Parashikimet njësh X2, ndeshjet e sotme në faqen 24, ndërkohë Konsejsao nga Milani, dua respekt, në fund bëjmë llogarit. Nesër Atalanta Inter, finale titulli, është loj shahu. Champions Barça favorite, Ancelotti kapet me kalendarin, faqet 13 deri në faqen 21. Finalja, Liverpooli synon kupën e parë, Van Dijk te Bayerni. Faqet 18 deri në faqen 20. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe sportive në vend, Panorama Sport, dhe gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në Shqipëri. Ne do t'i rikthehemi tani edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Opozita në protest, TikTok edhe 9 ditë aktiv, fazat e procesit të mbylljes. Shtyrja para pak ditësh, qeveria vendosi për mbylljen e TikTokut në Shqipëri.
por kjo platformë vijon të jetë aksesueshme. Afati i fundit i vendosur nga Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, që detyron të kompanitë e internetit të ndalonin plotësisht aksesin deri më 13 mars, është shtyrë për disa ditë. Mësohet se procesi teknik për bllokimin e plot do të zgjasë deri në 9 ditë, pasi kërkohen hapa shtesë për ekzekutimin e plot të masës. Ndërkohë, sot opozita proteston kundër vendimit të qeverisë. Faqen 7 gjeni materialin e plot mbi zhvillimet për TikTokun. Sot, si ditë e shtunë, bashkë ngjitur me gazetën Panorama, vjen dhe suplementi Panorama Plus pas një kosto ekstra. Nga faqja 13 deri në faqen 20, me lajme nga bota roz në Shqipëri dhe jo vetëm, intervista ekskluzive, foto nga paparazzi, personazhe e të tjerë. VIP-at që i hynë politikës, emrat surpriz, merr fund romanca, Mirlin Daku ndahet nga e dashura modele. Oriola Marashi sërish single, ndarja diskrete nga i dashuri. Angela Peristeri, vetëm edhe në të përditshme. Personazh meriton mjekiqi i jep fund lidhjes me modelen në Tiranë për një tjetër vajzë. Këto dhe shumë artikuj të tjerë i gjeni në brëndësi nga faqja 13 deri në faqja 20, ndërkohë ne shohim tituj të tjerë nga gazeta Panorama e ditës sotme. Hapet tuneli i Murrizit, sa e shkurton distancën me Tiranën. Rama nuk ka tarif në rrugën e Arbrit. Nën titull, paralajmërimi Berisha, audit për vjedhjet në infrastrukturë. Hetimet, provat e SPAK ndaj bajrave, roli i ish të dashurës së Safet Bajrit në vrasjen e Licit. Faqen 6. Ndërkohë në faqen 10 do të gjeni listën për 7 qytete, pronat që legalizohen pasi u kompensuan ish pronarët. Në faqen 10 gazetës Panorama ditës sotme. Poema Ome Shqipni, e mjera Shqipni e Pashkovasës, botimi si flet fluturuese. Në faqen 12 shojmë dhe hapësirën opinion. Nderimi për gjuhtarin dhe gramatikanin profesor Mahir Domi, shkruan profesor Enver Hysa në faqen 23, Ilir Senolari shkruan në faqen 22, mrekullia e dashurisë, dhe në po në të njëjtën faqe, Sajmir Demi shkruan toka jon. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Panorama për ditën e sotme, e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend. Ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak me telefonatat.